Jeta lëviz shumë shpejt. Por apo ju çon aty ku ju doni që të shkoni? Ju mund të kaloni vite duke kërkuar diçka që nuk e keni dhe të përfundoni aty ku nuk do doni të ishit. Duke eksploruar atë që bota na ofron, shpeshherë gjejmë asgjë. Megjithatë, udhëtimi juaj përmes kryqëzimeve dhe kthesave të kësaj bote nuk ka pse t'ju çojë në një shteg zhgënjimi dhe dëshpërimi. Më lejoni t'ju tregoj se si të ndërmerrni udhëtimin e jetës. Është një aventurë me Perëndin si udhëheqësin tuaj, aty ku do të zbuloni paqen, qëllimin dhe fuqinë që keni kërkuar. Është një udhëtim me bekime të papërfytyrueshme. Por ja se cila është pjesa më e mahnitshme. Me Perëndin, ju tashmë keni çdo gjë që ju nevojitet për udhëtimin e jetës. Jo gjysmën e atyre që ju duhen, ose shumë nga ato që ju duhen. Perëndia ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet. Perëndia nuk ka patur kur qëllim që ju të pengoheni në rrugën tuaj gjatë ecjes së përditshme dhe padyshim, jo që të udhtoni të papërgatitur drejt sarmës. Prandaj ku doni të shkoni? Është koha të shpaketoni gjithçka që Perëndia ju ka dhënë. Zbuloni se si jeni pajisur për këtë udhtim dhe se si të jetoni me siguri sepse ju miqtë e mi keni çdo gjë që ju nevojitet. Nëse do t'ju duhet të planifikonit një aventurë në një vend ku nuk keni qenë më parë, si do të përgatiteshit? Si shumica e njerëzve do ta fillonit me një hartë, do ta studionit, do të mbanit shënime dhe do të njiheshit me terrenin e vendit. Më pas, do të mësonit çdo informacion që mund të gjenit në internet, madje edhe do të lexonit historitë të tjerëve që kanë ndërmarrë të njëjtën aventurë. Ku duhet ta nisni kur përballeni me një sfidë të re në jetën tuaj shpirtërore? Përshëndetje, unë jam David Jeremia dhe sot ndërsa vazhdoj me serinë e mesazheve çdo gjë që ju nevojitet, do t'ju tregoj se ku të drejtoheni kur përballeni me një sfidë. E dini, Perëndia na ka dhënë një hartë, një libër udhëzimesh që na drejton dhe na tregon historitë atyre që kanë qenë përpara nesh në të njëjtën aventurë të besimit. Por nëse nuk marrim kohë për ta studiuar, ne do ta gjejmë veten të humbur. Zbuloni njohuritë që do t'ju ndihmojnë të drejtoheni në udhëtimin tuaj të besimit në mesazhin e sotëm me titull Përqendrimi mendor. Prandaj, le të udhtojmë së bashku përgjatë Shteteve të Bashkuara dhe bashkohuni me mua në qytetin e New Yorkut, mbi Central Park, në Apple Room, në Jazz, në Lincoln Center, për serinë time, gjithçka që ju nevojitet. Ndërsa lexojmë nga 2 Pjetri, nuk mund të mos e vëmë re theksin që i jep Pjetri diturisë. Pjetri e fillon dhe përfundon letrën e tij me këtë shënim të goditur: "Ti shtoni besimit tuaj virtytin dhe virtyti diturinë." Dhe ja se çfarë ka kaq interesante letra e dytë e Pjetrit, diturinë e gjejmë kudo. Për shembull, në kapitullin e parë, vargu i 2, Pjetri shkruan: "Hiri dhe paqja u shumoft për ju në njohjen e Perëndisë." 3 kapituj më pas. Në një nga vargjet që më kujtohet e kam mësuar përmendesh kur isha fëmijë, që është edhe një nga vargjet më të famshme të letrës së dytë të Pjetrit, thotë kështu: 2 Pjetri 3:18, "Por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezu Krisht." Ai e nis letrën e tij të shkurtër me diturinë dhe mbyll atë po me diturinë. Dhe mes këtyre 2 vargjeve, ai e përmend fjalën dituri 14 herë dhe kjo letër ka vetëm 3 kapituj. Pra, dituria është vërtet thelbësore për Pjetrin. Ai e di që është e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm për ato që dim, sepse po jetojmë në një kohë ku shumë njerëz nëpër kishat tona po thonë, mënyra si arritur dhe mënyra si ke përjetuar këto përvoja është e rëndësishme. Në fakt kam dëgjuar njerëz të thonë: "Fikeni mendjen tuaj. Lërini emocionet t'ju pushtojnë, jetoni të tashmen, lejoni frymën të marrë kontrollin." Dhe kështu, njerëzit kanë dalë me një ide që nëse je i paditur, do të shpërblehesh. Pse duhet të ndodh kjo? Pse Perëndia do të na thoshte që të mos di më shumë për të? Prandaj Pjetri thotë: "Dua që ju të kuptoni diçka. Duhet të jeni të vetëdijshëm, që i dini gjërat që i dini. Ju duhet të dini disa gjëra. Por kujtoni që Neroni ishte perandor romak." Pjetri thotë se që të mbijetoni është e rëndësishme të dini se çfarë dini. Kur Jezusin e pyetën cili është urdhërimi më i madh, ai u përgjigj kështu: "Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde." Keni menduar ndonjëherë si mund ta duash Perëndin me mendje? Si mund ta përdorni mendjen për të ditur më shumë për të, që të studioni dhe të rriteni në atë që dini? Pra, Zoti thotë që të bëni çdo përpjekje për të shtuar virtyti diturinë. Dhe kjo përfshin 3 hapa, 3 vendime që duhet i merrni.
Ja se cili është vendimi i parë që duhet të merrni në lidhje me Zotin Jezus. Vendimi numër 1, unë do të ndjek ty. Në kohën kur Pietri e shkroi këtë, një student, njihej nga fakti që ai kishte një mësues. Nuk kishte klasa në atë kohë, studenti thjesht e ndiqte mësuesin kudo ku ai shkonte. Nëse ishte mësues, edhe Sokrati dhe disa njerëz të tjerë të kohëve të lashta ishin mësues, por ata nuk kishin klasa. Klasa e tyre ishte kudo ku ata shkonin, kurse dishepujt i ndiqnin mësuesit si të ishin një grigj. Studentët mësonin nga bashkëveprimet që ata kishin dhe kështu i mësoi Jezusi dishepujt e tij. As Jezusi vet nuk kishte ndonjë klasë ku shkonte dhe i merrte dishepujt e tij me vete dhe u thoshte mirë, sot kemi mësimin e tretë të dhjatës së re. Jo, ai i mësoi ata çdo ditë me gjithçka që bënte dhe këtë po thot dhe Pietri. Nëse doni që t'jeni një nxënës i Jezusit, duhet ta ndiqni atë. Ju nuk mund të bëheni ndjekës të Jezusit nëse nuk vendoseni në radhë pas tij, nëse nuk merrni vendimin që ta vendosni besimin tek ai dhe të thoni atë që thotë edhe ajo këngë e vjetër, unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Ka shumë mënyra që mund të përdorni për t'ju prezantuar ungjillin njerëzve dhe shumë ide të ndryshme se si t'u kërkoni njerëzve që të bëhen të krishterë. Dhe sot bëhen shumë diskutime për atë që ndodh me të vërtetë kur një njeri bëhet besimtar i krishterë. Të gjitha këto në mendjen time i kam përmbledhur në një të vërtetë të thjeshtë. Nëse sot do t'ju flisja sikur të ishit pjesë e kishës time dhe pikërisht kështu dua t'ju flas, nëse do t'ishit të pranishëm këtu dhe në fund të shërbesës do t'ju bëja një ftesë dhe do t'ju kërkoja të bëheshit të krishterë, ja se çfarë do t'ju thosha. Zonja dhe zotrinj, sot keni një mundësi për të marrë një vendim. Pikërisht kështu është një vendim, mund të thoni si mund të bëhemi krishterë. Merrni një vendim që doni të bëheni të krishterë. Merreni këtë vendim në zemër, prandaj duhet ju pyes, a do të vendosni sot që të ndiqni Jezus Krishtin, a do ta bëni ju qëllimin tuaj dhe vendimin tuaj të thoni që nga ky çast në vazhdim unë do të ndjek Jezus Krishtin. Unë do të bëhem ndjekës i Jezus Krishtit. Unë do të aftoj atë në jetën time dhe do t'i kërkoj të marr kontrollin e jetës time dhe të më falë mëkatet. Këtë kuptim ka ti jesh i krishterë. Çfarë do thotë ti jesh i krishterë? Do thotë ti jesh ndjekës i Jezus Krishtit. Në ditët e sotme në kulturën tonë ndonjëherë quajmë veten ndjekës të Krishtit. Këtë kuptim ka të fillosh udhëtimin për ta njohur Zotin Jezus Krisht. Dhe kur kjo ndodh, kur ju vendosni të ndiqni Krishtin, janë disa gjëra që duhet filloni t'i bëni. Së pari ju duhet të zhvendoseni nga bregu për atje ku është shpëtimtari. A dini që shumë të krishterë mendojnë që në gjithë botën janë vetëm 12 dishepuj, dhe që Judi Iskarioti ishte tradhtar dhe prandaj hiqet një. Zonja dhe zotrinj, por a dini që fjala dishepull ka qenë fjala e zakonshme për të identifikuar ndjekësit e Krishtit në kishën e hershme? Nëse ishit të krishterë, atëherë quheshit dishepull. Në fakt, fjala dishepull përdoret 30 herë në librin e veprave për të përshkruar njerëzit që bëheshin të krishterë. Dhe vetë fjala i krishterë, që do të thotë i ngjashëm me Krishtin, doli pak kohë më vonë. Veprat e Apostujve 11:26 thotë për herë të parë dëgjojeni këtë në Antioki, dishepujt u quajtën të krishterë. Pra shumë kohë më përpara se të dilte fjala i krishterë, për ne që jemi ndjekës të Krishtit, ne ishim dishepuj. Nëse sot jeni të krishterë, ju jeni dishepuj të Jezus Krishtit. Në dhjatën e re, fjala dishepull dhe i krishterë janë sinonime. A do të kishte ndryshim nëse dikush do të vinte dhe t'ju pyeste se në cilën kish shkoni dhe çfarë besimi praktikoni dhe ju do t'ju thoshit, unë jam dishepull i Zotit Jezus Krisht? Ai do t'ju shikte dhe do të mendonte ky njeri që nga pompoz, dini? Çfarë deklarate e mrekullueshme. Është e lehtë të thuash unë jam i krishterë, por po sikur thoshit unë jam dishepull. Në dhjatën e re, fjala dishepull drejt për drejt ka kuptimin nxënës. Këtë kuptim ka kjo fjalë. Në botën e lashtë, disa rabin, mësues ose filozof, i ftonin njerëzit që të ndiqnin ata dhe këta njerëzit bëheshin nxënësit e tyre, ata bëheshin dishepujt e këtyre njerëzve. Njerëzit i ndiqnin mësuesit nga një vend në tjetrin për t'i njohur ata dhe mënyrën si mendonin. Pra ata përpiqeshin që të merrnin njohuritë e mësuesit. Ata ishin dishepuj, ata ishin nxënës. Dhe askush tjetër nuk e dinte më mirë këtë se Pietri, ai kur nuk harroi ditën kur Jezusi kaloi në qytetin e tij në Kapernaum, një fshat i vogël peshkatarësh që unë e vizitoj sa herë që shkoj në Izrael. Dhe në bregun jugort atij liçeni, Jezusi e thirri Pietrin dhe i tha: "Pietër, më ndiq."
Dhe Pietri la bregun e Galiles për të ndjekur shpëtimtarin. Jezusi eci përgjatë bregut, ja se ç'tha, Jezusi pa dy vëllezër, Simonin të quajtur Pjetër dhe Andrean të vëllain, të cilët po hidhnin rrjetën në det sepse ishin peshkatar. Dhe u tha atyre, ndiqmeni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e ndoqën. Dhe ata e ndoqën Jezusin. E ndoqën nëpër rrugët e Kapernaumit, ndërsa i shëronte të smurët dhe predikonte mbretërinë. Ata e ndoqën nëpër kodra ndërsa i u fliste njerëzve dhe ushqente turmat. Ata e ndoqën atë në barkat e peshkimit që shkundeshin nga stuhit nëpër shtëpitë e mbushura me mëkatar. Ata e ndoqën atë nëpër sinagoga që ishin të mbushura me dëgjues, kurreshtar. Ata e pan të shndronte ujë në verë, të hapte sytë të verbërve, të luftonte dhe të dëbonte demon. E ndoqën nëpër kodrat e nxehta të Judes, nëpër rrugët e zemruara të Jeruzalemit. Ata e pan atë të ringjalltë të vdekurit, e dëgjuan të thoshte unë jam ringjallja dhe jeta. Ata dëgjuan predikimet e tij, pastaj i bën atij pyetje dhe u rritën në dituri me mësimet e tij. Nëse lexoni dhjetë në re do ta kuptoni modelin. Jezusi predikonte dhe pastaj bënte diskutime me dishepujt e tij që të sigurohej se ata i kuptonin gjërat të cilat ai u mësonte dhe ndonjëherë edhe ai dekurajoi sepse ata nuk e kuptonin. Ai u tregoi shumë histori për t'i ndihmuar që t'i kuptonin gjërat që ai po thoshte. Jezusi ishte tregimtari më i madh. A e dinit këtë? Ai kur nuk bëri një predikim që nuk përfshinte një histori. Dhe nëse ndjekim atë, ashtu si dishepujt e tij bashkëvepronin me Jezusin, edhe ne bashkëveprojmë me të përmes këtij libri të çmuar. Duke i dëgjuar predikimet e tij, duke lexuar diskutimet e tij, mësojmë dhe ne bëhemi dishepuj. Dishepuj më të mirë, bëhemi nxënës më të mirë. Tashmë e dini se ti je dishepull, do të thotë ti je nxënës i krishter. Dhe fjala dishepull ka ekzistuar shumë kohë përpara se dëgjoj fjala i krishter. Gjithsecili në këtë dhomë është një dishepull, por jo secila është pyetja që duhet i bëjmë vetes. Çfarë lloj nxënësi jam unë? Apo mësoj ndonjë gjë? E dini, unë kam nisur si pastor dhe Bibla flet për njerëzit që bëjnë atë që bëj unë. Termi i saktë për atë që bëj unë është pastor mësues. Dhe kur bëheni pastor mësues, e kuptoni që keni shumë përgjegjësi, por përgjegjësia numër 1 është që ti je mësues. Ti je pastor dhe ti je mësues. Gëzimi im më i madh si njeri është të mësoj fjalën e Perëndis, qoftë nëpërmjet radios dhe televizionit, librave apo të folurit në publik. Puna ime si pastor është të mësoj fjalën e Perëndis dhe t'i ndihmoj njerëzit të gëzohen për shkrimin dhe të mësojnë atë që ai thotë. Mendoni pak për një çast se si do të ishte nëse Pietri, kur Jezusi i tha ti më ndiq, ai ti kishte thënë jo, mendo të qëndroj këtu dhe të merrem me biznesin e peshkimit. Mendoni se çfarë do të kishte humbur Andrea nëse ai do të kishte qëndruar në bark. Mendoni se si do të kishte qenë Jakobi me Gjonin nëse nuk do të kishin lënë rrjeta dhe të ndiqnin Krishtin. Nuk do të kishim dëgjuar kurrë për ta, nuk do të dinim se kush ishin. Në Biblia tona do të mungonte Ungjilli i Gjonit, letrat e parë, 2 dhe 3 dhe libri i zbulesës bashkë me letrat e Pietrit, të cilat po i studiojmë tani. Prandaj duhet mendoni se çfarë do të humbisni nëse nuk bëheni dishepujt e tij, të bëheni nxënësit e tij. Kur Jezusi tha më ndiqni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish, kjo ju drejtohet personalisht edhe ju si atyre. Ai po na e thotë të gjithëve këtë, nëse më ndiqni mua, thot Jezusi, unë do t'ju ndryshoj jetën, do t'ju bëj ndryshe nga sa jeni. Nëse ju e merrni përsipër këtë përgjegjësi, ju nuk do t'jeni dishepuj vetëm nga emri, por do t'jeni dishepuj në veprat që do të bëni. Dhe çdo gjë rreth jush do të ndryshojë. Prandaj, po sikur të bënit një lutje të tillë, Zoti i dashur, e di që ti ke një plan për jetën time. Nuk i di të gjitha detajet e tij, por dua të ndjek ty çfarë do të nënkuptoj kjo. Unë dua të jem dishepull i yt. Unë dua të mësoj gjithë mësimet e mrekullueshme që ti do të më mësosh. Pikërisht këtu duhet të filloni me procesin për të mësuar se si të jeni dishepuj. Por dua t'ju tregoj edhe diçka. Nuk mund t'ju premtoj se të jeni dishepuj është gjithmonë e lehtë, dhe nuk mund t'ju premtoj se do të jetë gjithmonë argëtuese, por mund t'ju them se është një aventurë që nuk do ta harroni kurrë. Kur ju ndiqni Jezusin, ai ju nxjerr nga zona juaj e rati, sa shpejt sa do të jetë pak e dhimbshme. Por kur nuk do t'uleni më dhe të mendoni sa e mërzitshme dhe pagjallëri që është kjo. Gjithçka në jetën time është e mbushur me gëzim dhe me emocione për një arsye të vetme. Unë jam ndjekës i Jezus Krishtit. Unë përpiqem ta ndjek atë, dhe ai më çon në disa vende ku jo domosdoshmërisht dua të shkoj, por kur arri aty, kuptoj se çfarë ka ai ndërmend. Dhe ai më përdor në mënyra që nuk do t'i përfituroje dot kurrë. Pra, nëse doni të jeni dishepuj, duhet të lëvizni nga bregu. Nëse doni të jeni dishepuj, duhet të zhvendoseni nga bregu drejt shpëtimtarit.
Dhe pastaj duhet të zhvendosuni nga njohurit e mendjes te njohurit e zemrës. Prandaj kur e dëgjoni shprehjen ta njohim Zotin Jezus, nuk është në kuptimin që të dim gjëra për të. Gati të gjithë në kulturën tonë dinë se kush është Jezusi dhe dinë gjëra për të. Ne festojmë Krishtlindjen dhe shumica e njerëzve e kanë një ide që ajo lidhet me Jezusin apo dhe Pashkën. Por të dish diçka për dikë dhe ta njohësh dikë janë dy gjëra të ndryshme. Dua të them se unë di shumë gjëra për njerëz të cilët unë nuk i njoh. Por kur e njihni Jezusin, e njihni atë në një mënyrë personale dhe Jezusi tha ndiqmuni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Prandaj pyetja e parë është kjo: nëse doni të jeni dishepuj, nëse doni të jeni nxënës, nëse doni që dituria të jetë pjesë e asaj që i shtoni besimit tuaj, atëherë duhet të merrni këtë vendim. Unë do të ndjek ty. Dhe filloni të ndiqni Jezusin, ja se cila është e dyta. Unë do të studioj ty. Dituri do të thotë kesh etja dhe të thuash, unë do të ndjek ty, por kur Pietri na flet për diturin, këtu ai na flet edhe për të mësuarit. Pasi Pietri dhe Andrea dhe të tjerët lanë barkat e peshkimit për të ndjekur Krishtin, ai kishte shumë për të mësuar atyre. Dua të them, ata nuk dinin asgjë. Ata ishin njerëz të thjeshtë, madje në një rast ata cilësoheshin edhe si njerëz të pamësuar. Pra ata e nisën nga zeroja, ata e nisën nga fillimi. Ata dëgjuan predikimet e tij si te predikimi në mal, apo shëmbulltyrën e mbretërisë, apo predikimin profetik dhe shenjat e fundit të ditëve, apo predikimin në dhomën e sipërme. Ata i dëgjuan të gjitha këto predikime dhe filluan të grumbullonin njohuri se cili ishte Jezusi. Ai predikoi nëpër sinagoga, apo edhe rrëmujin që ai bëri në tempull. Të gjitha këto i dëgjuan ata dishepuj. Dhe filluan ta përpunonin atë informacion dhe pak e nga pak i shtonin njohuritë e tyre dhe filluan që të rriteshin. Por për fat të keq, shumica prej tyre nuk e kuptoi me të vërtetë mesazhin e ringjalljes, sepse ne e dim që ata nuk e kuptuan dot këtë derisa ringjallja ndodhi, edhe pse Jezusi u kishte folur për këtë në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë ditëve të shërbesës së tij. Prandaj kur ju bëheni dishepull, kur ju bëheni nxënës, kur ju i shtoni besimit tuaj virtytin dhe pastaj virtytit diturinë, Perëndia ju mëson përmes librit të tij. Ai e bën këtë përmes shkrimit që është zëri i Jezusit. Dhe ndërsa e lexoni dhe studioni Biblën, ajo do t'ju bëjë që të digjeni për brenda për shkak të së vërtetës së çmuar që është në të. Prandaj më lejoni t'ju sugjeroj disa mënyra për ta bërë këtë studim. Numri 1. Studiojeni Biblën si një libër mësimi. Mos ndaloni aty, por filloni aty. Kuptoni që fjala e Perëndis, Biblia, është libri i tij i madh i së vërtetës. Dhe sot, më shumë se kur më parë në histori, ne jemi bekuar me burime që na ndihmojnë për këtë. Ne kemi aplikacione dhe lloj-lloj gjërash dhe sigurisht duhet bëjmë disa detyra që të kemi kujdes se çfarë po lexojmë. Por shumë mjete për studimin e Biblës mund t'i gjejmë sot në internet që ne as që i përfytyronim dot në kohën kur kam filluar të predikoj shumë vite më parë. Por sot Perëndia ka lejuar që të kemi këtë teknologji dhe unë mahnitem se sa shumë gjëra mund të gjejmë sot për të na ndihmuar, për të studiuar shkrimin dhe për të kuptuar çfarë do të na thotë. Është e mahnitshme ajo që ndodh kur e studiojmë Zotin. Të studiosh Zotin do të thotë që të studiosh këtë libër. Ku na është shfaqur Jezusi? Sepse fjala e gjallë gjendet tek fjala e shkruar. Më dëgjoni pak. A dini se si është marrëdhënia juaj me Jezus Krishtin sot? Është gati e njëjta marrëdhënie që keni me fjalën e Perëndis. Nëse e lini pas dore fjalën e Perëndis, nëse nuk e hapni kurrë, nuk e studioni kurrë, do të jeni si ata dishepujt që e ndjekin atë nga larg. Nëse doni të dini se cila është marrëdhënia juaj me Krishtin, pyeteni veten cila është marrëdhënia ime me këtë libër. Sepse marrëdhënia juaj me fjalën e gjallë do të jetë gjithmonë shumë e ngjashme me marrëdhënien me fjalën e shkruar. Nëse doni të dini se kush është Krishti, duhet zhyteni tek ky libër. Ajo që funksionon për mua është që të kem mjete për të studiuar në të gjitha vendet ku planifikoj të shkoj dhe të lë kohë të qetë për të studiuar në të gjitha ato vende. Kur udhëtoj me avion, marr shumë libra me vete, kam një çantë personale që peshon 1 ton, për cilën më ndihmojnë njerëz për të ngjitur në avion. Por çfarë ka në atë çantë? Po aty mbaj një kompjuter, me siguri kam 3 ose 4 komentar të ndryshëm, një kopje të shkrimit dhe zakonisht edhe një enciklopedi gjuhësore ose një fjalor. Atë e marr me vete kudo që shkoj. Dhe kur hipi në avion, e heq vëmendjen time nga gjithë bota përreth, nxjerr librat, hap tryezën që kam para dhe filloj të studioj fjalën e Perëndis. Të paktën ju mund të bëni këtë, të lini pak kohë çdo ditë, mbase mund ta nisni vetëm me 10 minuta.
Ju premtoj se nëse merrni seriozisht këtë, do të arrini deri aty sa do t'ju duket shumë pak koha që kaloni, do doni të mbaroni punën dhe të filloni ta lexoni. Sepse fjala e Perëndisë rritet në ju, sidomos kur jeni duke kaluar periudha të vështira. Shumë prej jush e din që kam vojtur nga kanceri para 20 vjetësh. Përpara asaj periudhe mendoja se e doja fjalën e Perëndisë dhe që kisha nevojë për të, por kur u smura me kancer, osa kisha nevojë për të. Dhe në atë kohë fillova të mbaja ditar. Më duhet të tregoj me sinqert, zonja, gjithmonë kam menduar se ditari është vetëm për gra. Pastaj lexova një libër të Gordon MacDonald dhe në atë libër ai thotë se ai mbante një ditar në kompjuterin e tij. Mu duk diçka për burra dhe mendova ta bëja në kompjuter. Dhe fillova të mbaja një ditar. Mbajta ditar gjatë gjithë kohës që kam qenë i smur. Çdo ditë kaloja pa kohë duke shkruar në ditar. Zakonisht i shkruaja një letër Zotit. Zoti dashur, ja se çfarë po ndodh sot. Bëra kimioterapi dhe po ndihem keq dhe flisja me Zotin sikur të ishte aty, vetëm se e bëja nëpërmjet ditarit. Dhe pastaj filloja të lexoja nga shkrimi, kisha një plan, hapja Biblën dhe i lutesha Zotit. Më ndihmo të gjej vargjet kyçe në këtë plan që ti do të më tregosh dhe pastaj ato vargje i shkruaja në ditarin tim. Tani kur e kujtoj, kuptoj se sa kohë e pasur ka qenë për mua, që të dija se Perëndia ishte me mua gjatë atyre ditëve dhe që libri i tij ishte aq aktual dhe aq personal për mua, sa me sinqeritet mund t'ju them se gjatë atyre ditëve nuk ka pasur asnjë rast kur lexoja shkrimin që Perëndia të mos më jepte diçka ku të mbështesja shpirtin tim. Dhe kjo më bëri ta kaloj atë periudhë. Ishte fjala e Perëndisë. Shpeshherë Perëndia lejon disa gjëra në jetën tuaj, gjëra të cilat bëhen si nxitje të vogla në jetën tuaj dhe që ju ndihmojnë të bëni gjëra që në të kundërt nuk do t'i bëni të kurrë. Nuk mund t'ju them se sot mbaj ditar çdo ditë, por e bëj në mënyrë periodike. Por dua t'ju them se nëse futeni në fjalën e Perëndisë dhe i kërkoni atij që t'ju bëjë të gjallë, aty do të gjeni gjëra që nuk i keni ëndrruar kurrë dhe do të vinë tek ju në mënyra që nuk i përfituroni dot. Prandaj së pari, studiojeni Biblën si një libër mësimor, pastaj së dyti, studiojeni Biblën si një udhëzues mbijetese. Kështu është. Është një udhëzues mbijetese, është një libër që do t'ju ndihmojë të kaloni gjithçka që jeni duke kaluar. Bibla na mëson se çfarë duhet të bëjmë në mes të një stuhie. Dhe ashtu siç ka thënë një herë dikush, njeriu ose ndodhet në një stuhi, ose po del për një stuhi, ose do të futet në një stuhi. Prandaj përgatituni për të bërë çdo gjë që duhet të bëni për stuhin. Dhe Bibla është një nga mjetet më të mira për t'ju ndihmuar të dini se çfarë duhet të bëni. Bibla është libri që është i mbushur me premtimet e Perëndisë që nuk do të na braktisë kurrë pavarësisht se çfarë ndodh. Kur do të kalosh përmes ujërave, unë do të jem aty, kur do të ecësh nëpër zjarr, unë do të jem me ty. Lexojeni Biblën dhe kur ndodheni në mes të një stuhie, do t'ju vijë në ndihmë. Perëndia ju ka dhënë këtë libër. Janë 66 volume që nga zanafillat e zbulesa. Çdo fjalë e shkruar nga njerëzit që janë frymëzuar nga fryma e shenjtë. Dhe te kapitulli 3, Pietri vazhdon t'i nxjisë lexuesit e tij që ta derdhin veten e tyre në Bibël. Dëgjoni se çfarë na thot ai në këtë libër. Ai na thot: shumë të dashurit, kjo është e dyta letër që po ju shkruaj, në të cilat po e mbaj zgjuar mendjen tuaj të kthjellët, duke ju drejtuar kujtesës suaj që të mbani mend fjalët që u thanë më parë nga profetët e shenjtë dhe nga urdhërimi i vet Zotit dhe shpëtimtarit të transmetuar nga ne apostujt. Me fjalë të tjera, ai po na thot që ne duhet ta dëshirojmë fjalën e Perëndisë. Mund të thoni apo do të pres sa të kem probleme? Pastaj do të bëhem student i fjalës Perëndisë. Më lejoni t'ju tregoj se ç'kam mësuar. Koha që ju duhet për të dalë nga stuhia është gati sa koha që ju duhet për të futur. I vetmi ndryshim është se tani ju e kuptoni se si kjo funksionon. Pra ajo që duhet ju them është se stuhia po vjen. Do të vijë një kohë kur do të keni nevojë të dëgjoni nga Perëndia, thjesht jeni të përgatitur. Mbusheni kujtesën tuaj me fjalën e Perëndisë, zbuloni ku janë pasazhet që do t'ju duan. Nuk keni pse t'i mësoni përmendesh, për të paktën ta dini ku janë. Janë në dhjetën e vjetër apo në dhjetën e re? Janë në shumë vende të veçanta. Në Bibël, libri me më shumë premtime është ai i Isaias. Kush do ta kishte menduar? Pra, ajo që dua t'ju them është se ju jeni njerëz të zgjuar. Prandaj përdoreni zgjuarsinë tuaj për të zbuluar se çfarë thot Bibla dhe familiarizohuni me të. Pasi të thoni, unë do të të ndjek ty dhe do të studioj ty, mos harroni të thoni, unë do të të bindem ty. Biblia e shpreh në këtë mënyrë, por po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin. A e dini se si e mësojmë Biblën? Ja se si. Kur Perëndia ju thotë bëni diçka, bëheni, dhe ndërsa vazhdoni të bëni atë që ju ka thënë, do t'ju tregoj diçka tjetër. Por nëse nuk ecni në dritë, nuk do të merrni mend ndonjë të vërtet tjetër. Ju nuk bëheni thjesht student të shkrimit, por ju bëheni një dishepull që studion fjalën e Perëndisë, mëson të vërtetën dhe pastaj me bindje ecën në këtë të vërtetë.
Bëni atë që ju thot Perëndia, dhe ndërsa bëni atë që ju thot Perëndia, ai do t'ju tregojë diçka tjetër. Por Perëndia nuk është aty vetëm për t'ju mbushur me informacione që të shihni se sa të zgjuar jeni. Ai do që ju të rriteni në marrëdhënie me të, dhe procesi i kësaj është procesi që ne njohim si bindje. Ne nuk duhet jemi thjesht dëgjues të fjalës së Perëndisë, por duhet të jemi edhe bërës. Kur ju bëheni bërës të fjalës, ju rriteni si dishepuj. Pra, kur kjo ndodh, ja se çfarë do të ndodhë në jetën tuaj. Pikë së pari, vlerat tuaja do të ndryshojnë. Sa më shumë që dini për Perëndin dhe për fjalën e tij, aq më shumë do të ndryshojë jeta juaj. Dëshirat tona ndryshojnë për të pasqyruar prioritetet e përjetshme dhe sjellja jonë do të ndryshojë. Nuk mund të jeni futur seriozisht këtij libri dhe të mos ndryshoni vlerat tuaja. Pra kur e studioni fjalën e Perëndis dhe futeni në shkrim, atëherë ju filloni të rriteni në Krishtin. Këtë nën kupton Bibla kur thotë se kur bëhemi të krishterë, gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bën të reja. Njerëzit vinë dhe më thonë, nuk më besohet që nuk kam dëshirë ta bëj më këtë, pastor. Kjo ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës sime, por nuk dua ta bëj më, sepse di që kjo nuk e kënaq Perëndin. Pra përgatituni që të ndryshoni vlerat tuaja dhe përgatituni të ndryshoni vizionin tuaj. Kjo është një gjë tjetër. Kur ju bëheni të krishterë, ndryshon edhe mënyra se si shikoni të gjitha gjërat. Tony Evans, të cilin e kam mik, ka shkruar këtë. Ai thotë, kur ju bëheni të krishterë dhe filloni ta lexoni Biblën, ajo ju mpre mënyrën si shikoni çdo gjë dhe si e mendoni gjithçka. Është një filtr përmes të cilit ju vlerësoni të mirën, të keqen, të shëmtuarën. Unë jam plotësisht i konsumuar nga e vërteta e këtij libri dhe autorit të tij. Dhe kur fjala e Perëndis futet në mendjen tuaj, ajo ju jep një vizion për të ndryshuar botën. Ajo ju tregon se si hap pas hapi të shtoni virtytin tuaj diturinë. Dhe pikërisht ky është thelbi i dishepullizimit. Unë do të ndjek ty. Unë do të studioj ty. Unë do të bindem ty. Perëndia na dërgoi fjalën e tij të shkruar, Biblën dhe fjalën e tij të gjallë, Jezus Krishtin, që të na siguronte çdo gjë që na nevojitet. Dhe këtë na thot tek 2 Pjetri, ai na thot, duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë. Zonja dhe zotëri, mos u bëni si shumë njerëz sot që hidhen sa ndej ktesa nga një vend në tjetrin, në përpjekje për gjetur përgjigje sepse jeta juaj e krishterë nuk po funksionon siç mendoni se duhet. Sepse Bibla tashmë ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet. Zbuloni se çfarë ju ka dhënë Perëndia në Bibël dhe filloni ta vini në praktik. Unë mund t'ju them me sinqeritet se nëse do ta merrni fjalën e Perëndis dhe ta bëni i qëllim, që ta zbrazni veten tuaj me bollëk tek ajo, të mësoni se çfarë thotë, që edhe kur të dekurajoni të mos hiqni dorë, të vazhdoni të punoni me të dhe ta bëni Biblën të gjallë në jetën tuaj, do të keni çdo gjë që ju nevojitet për jetën dhe perëndishmërinë. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim ta kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në moment vendimtar.